Nga ana tjetër, ju siç e dini, ka hyrë në fuqi udhëzimi i rishikuar për nivelin e lejuar të zhurmave, përgjithsisht nga turistët, të cilët preferojnë që të kenë një zonë turistike të qetë, të mbar, është përqafuar dhe kjo është përqafuar edhe nga bizneset. Nga ana tjetër, do të thoja që policia e shtetit ka vijuar dhe me kontrollet që janë bërë në vijën bregdetare, si policia kufitare, po ashtu dhe njësia policore detare, ku vetëm në 4 muajt e fundit janë sankcionuar 166 raste në gjithë linjën bregdetare shqiptare, ku janë bllokuar mjetet si jet ski, gomone dhe skafe, për arsye se kanë kryer veprime të rrezikshme brenda perimetrit të sigurisë, apo edhe duke mos pasur dokumentacionin e duhur, duke vepruar jashtë zonave të miratura, si dhe patjetër janë marrë dhe masat, përveç se bllokim mjeti, edhe masat administrative me gjoba prandaj drejtuesve. Në tërësi, do të thoya që gjatë këtyre 4 muajve, pra maj, gusht, që përkon dhe me çeljen e sezonit turistik dhe me pikun e tij, janë kontrolluar nga policia e shtetit 4220 mjete lundruese, që do të thotë një rritje me 21% më shumë se njëjta periudhë e vitit të shkuar. Pra kemi më shumë aktivitet të kontrollit në territor të policisë shtetit, por nga ana tjetër shumë e rëndësishme edhe bashkëpunimi me pushtetin vendor.